E let ditaren, e kapi pushkën. Bashkimi Kombëtar është detyrë për ne. Kudo jem shqiptar që jetojmë këtë dhe. Ngrehun e kombi me miliona, se vetë na vendosim për fatet e tona. Non bëma halal, u gjole jam, nona katë ta bë halal. Katë bë halal. Pra aty mas mrami, jëm përshëndet me ta edhe mos si kom ba. Ja vla amanet, vaj, mas një konë të kajtë për neve. Pas epopejës së UÇK-s, 5, 6 dhe 7 marsit të vitit 1998, kushtrimit të komandantit legjendar Adem Jashari, i u përgjigjen mira ushtar e qytetar që u mobilizua në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. Dhe nevojë imediate kishin stërvitjet dhe armatimin. Veriu i Shqipërisë ishte vendi vetëm ku stërviteshin për luftë, ushtarët e lirisë, dhe nga atje me krah sillnin armatim në Kosovë. Gjatë verës, 98-s në përbeteja, soset municioni, nevoja lind për më marrë një grup djem nga Kosova për Shqipëri, për armatim, në tetor të 98-s. Familjarët e dëshmorëve të rënë në betejën e Pashtrikut rrëfejnë momentet e fundit të tyre me ta, para nisjes për në Shqipëri. Dhe isha o djoli jam, ku pa merret defenzivat që pa merren, që pa nga një pori. Qa u bëhë shtë brenon ati dhe mi shliru krejt këstyve në vetëna. Hajtë nona jam e mëstanin. Se shëqërhisën ta kum ljon plët, djolin ta kum ljon, qiken ta kum ljon. Veç ti më su mërzet. E valla, u konë 10 vjetë ka dhëmë sem, profesor. E let ditaren, e kapi pushkën. Që shkejke aj, që shubejke goti, që shdilke pe abërri, theshe ti përshkët të dojtë. Edhe jena përshëndet, non bëma halal, u gjole jam, nona katë ta bë halal. Përse për ajo vion e none, më s'ki gole se veç që për thamë se u gjole jam, veç rrugë e mori sholla shkan mire, vjen mirë, me tonë shykt. E di që një bardak tamëll mas mromi ja kom dhanë, edhe më ka rrygë për qafe. Ditën e mirë, tha nonë edhe më së mërzit, tha se unë e me mërë të Allahi, dyna me shku, me shësh një, tha dhe dhe të këthihum. Allahi, herën e funit, i kom taku të stacioni trenit në Cerovik Morix aty. Beqa i ka gra kirit, beqa ka kirit muj si ka gra, beqa, se muja si ka gra. Beqa, aty jëm taku me ta, ty është djerga ta dy të poshtë, në ty në gjitë për pjetë, asfalt aty, e ka nërë kirin, hera mëram. Të plaguj me njën ka dëtë, muja ka rani plagu 2 herë, beqa ka në ma pak i plagu. Pra aty mas mrami, jëm përshëndet me ta, edhe mos si kom ba. Fjallën e mujës, vetëm që shka ndodhë jutë një për neve mos të vajton kush, asë s'ka nevoj për neve me na vajtu, asë një sen hesh. Të shobra mu ju keni me jetu shumë, se ju aty nuk dihet qka po. Ne kemi dha besën atë dhevët edhe për neves, po në i bersha ato si, po i vëllaja, ditë na konë, tokë si
u kallë një familje, më safrat. E dite ako si ata me pështu së pështoj. Ja, për një koran atje në kufi, ja, muja, besha, nuk jënë vra, për jënë vra të tjerë se bishen të lilajmi që ashtu. Dikur thënë muja po, vëllaja vra, muja, për beshen se dim, thësh jo, hish, mësëm, sa dini për dijone. Më vra muja me pështu besha, jo, s'ka bo. Ja, e dishëm, thënë ja, e dishëm që edhe aja shtrate. Se ja, me pështu ja. Mi vra dikush e me pështu vëllahi ja. Jo, së mblemo muja. Edhe më kanë thonë, si ka thonë unë kom, kur do të vritna, kom me konë ofër mujes. Unë i kom pas 4 djemë, kjo ako ma i vogli. Atë natën që dojke me shku kjo, i thërën shokët, ako sati 7 natës. Unë dhe me shku me shokë. U qumë i thamë u dha marë, edhe unë nisë me shkuë, pa dalë tha me shokë unë. Unë nisë me shkuë, kër njëtëm mas një javë dite, i shkanë shku në Tiranë atje. Tiranë, me shokë një nina, kër pa thëjnë, jalla janë vesh ata qështë, e të ardhen odhës, në kofija në ronë pa shtrekë. Kjo është indeksi i vllaut, që tash është heroj i Kosovës, i cili ka ra me 14 dhjetor të vitit 1998, zbashku me komandant Muj Krasnicin dhe të tjerët në betejën këtu ku jemi në vendin e ngjarjes në Pashtrek. Momentet e fundit e kemi, ne për shkak të luftës të rrethonave na u do të më largue prej me fshatit, kemi qëndruar dikon një 2 muaj në fshatin Glavic. Dhe prej atjet, dhe në momentet e fundit unë personalisht i kam me thonë që unë kam marrë rrugën me shku një fshat afër Fushkosovës, fshatin Miradit e Dajt. Atje, për disa punë që kemi pasën e kemi tokën atje me punu, edhe me ato im përshëndet për herë të fundit, domethënë në fshatin afër Gadimes është fshati Glavic, ato ku kemi qëndruar, dhe ata janë kthye në ardhen në shtëpi, në Drenis, ka në fshatin Kremjer, prej atut ka marrë rrugën me shku për Shqipëri, edhe unë personalisht më nuk jam taku me ta. Edhe tha që unë do të shkoj dhe do të kthejna, edhe do të sjella armatim si për neve familjarëve që të armatose më shumë, ashtu edhe për shokëve, për gjithë fshatin Kremjer dhe më gjatë. Pas ofenzivës së shtatorit, rënjes së komandantit të brigadës 114 Femil Ladrovci, Gjev Ladrovci, pas masakrës mbi familjen Deliu dhe krime tjera që kishte bërë Serbia mbi popullin e Kosovës, në muajin tetor dhe nëntor 1998, disa grupe të ushtarëve të UÇK-s nisën drejt Shqipërisë. Një pjesë e tyre vendosën në fshatin Cahan, dhe pjesa tjetër në Vlan të Shqipërisë. Ish ushtarët e lirisë, Vesel Oruqi, Rifat Mujota dhe Hazir Murati, rrëfejnë mbi stërvitjet që i kishin bërë gjatë qëndrimit të tyre në Shqipëri. Kur vim në Vlan të Shqipërisë, filloi mushtrimet, takohemi me shumë djem, gjitha visev shqiptare, nga Drenica, Bugagjini, Malisheva, Eleshani, Kaçaniki, Frezoj, Lipjoni, aty takohemi dhe njoftohemi me herojnë e kombit, Rifat Nziun, Muj Krasnicin, Muhamet Dervishin, me Vesel Aruqin, Rambën, Nazmi Stogin, me heroinën. Shumë të fortë të fuqishme Lujeta Shalën, zbashku me burrin e vetë. Për momentin amniti nuk më kujtohet, po një vajzë shumë e fortë dhe shumë heroine. Në Vlan i kry mushtrimet ushtarake. Kur muja me plakën, Xheledin Gashën,
Unë kanë tirë më madhon si luftari dallun, e orë pe ushtisës e shtadit më madhon si dharat më kështë, tha ramë bë Rifati dha përshkojna bashkë. Unë e Rifati në zmistë uge, ka qenë afrim Musliv edhe Gënel Shani. Me një kërje në shku, kur shku më të, më lanë kur se haraj, tha ramë bë tha henti mrena na pipim nga i kofe që të diri sot bish, ku e erdha ma dhanë armen. Tha, e këtë armë kushtë të ka dhënë? Allah i thash muja, ma vone, tha ti, qyshe ke blej altin, thanë, qysh ty ushtari dallu me blej alti, ta ki dhurat peri shtabit si djallë i luftës që ki një kontribut për qëre. Këtë gjeste e banë, dhe më thonë, dhe banë që edhe me dho jetën kur ta dedikosh vlerën e mundën e kjo të shtynë me kohë krenar edhe të shtynë edhe hiç mos me hinë luft, je i gatshëm me hi. Pse? Ai ta jepat vullnetin që do të me pasë. Kemi kry servite ushtarake nga doktrina e Shqipërisë, si teorike ashtu dhe praktike, edhe jemi aftësuar gjithë ekipa që gjithë arsenalin e armatimit që e posedonte në atë kohë Ushtria Qeverimtare të Kosovës ta përdorum dhe ta dim ta shtimin e funksion, domethënë kundër armikut. Pa dorim e prit shumë nisjen për knena. Edhe në momentin që e kena marrë lajmin që është marrë vendim edhe ishim në tash në fshatin Cahan, veç me 13 dhjetor të tetën duke pajisur me armatim e municion për me në hyjë knena, ka qenë një vullnet i jashtëzakonshëm, një moral i papërshkrueshëm te çdo njeri pjesëtar i Ushtrisë Qeverimtare të Kosovës, po gjithashtu edhe te këta policën e Verë dhe Çamilit, cilë kanë qenë në bashkëvendasmit, ata kanë qenë me një entuziazëm të jashtëzakonshëm. Ka orë puna, i kanë thirrë mund gjitë naltë për me marrë armatime, se ju ka armatime për më këty kënej. Darja e fundit ka qenë prezent Arben Ahmeti, edhe Vesel Aruqe ato. I na përshëndet. Kur i na përshëndet ato, për herë të fundit, atëherë ka fillu pak më mërzita me qajt. I këmë thonë nuk e ka trimnia me letë. Ata u të rridhëm ka për qafë, më ka thonë Allah nuk qenë ka kalaj më nda me të gjallën për zgjalli, bëha kia për herë, edhe aty jëmë drejdhe i këmë thonë nga mirë vla, ka qenë edhe vla i vogël dëshmitar, që ose ka thonë zoti me qenë të më bo kërbani këti kumbi, besën për ta dha unë s'ka me mujtë nështë me shku rrugës tonë, për kërbani familjes ka më mënu me bo sa të jam në gjallë. Ata vlerësojnë lartë figurën e protagonistëve të asaj kohe gjatë stërvitjeve që i kishin bërë në Shqipëri. Një ndër figurat më kryesore të Ushtrisë Qeverimtare të Kosovës, siç ka qenë Muj Krasniqi, themelues dhe publikues për herë të parë në skenë të Ushtrisë Qeverimtare të Kosovës, ka qenë një ndër figurat më të rëndësishme të këtij eshaloni, duke mos e mohuar e mos kontestuar kontributin edhe aktivitetin e askujt, se Qenë, Rifat Bziu, Afrim Musliu, Gënel Shani, kanë qenë gjithë këta protagonistë edhe të organizimit luftës, domethënë se ne e kemi Bashkim Krasniqi ka qenë përgjithësi i cili ka ardhur disa herë në Shqipëri dhe domethënë për disa herë domethënë ka ardhur në altarin e lirisë këtu me 14 dhjetor. Jemi konën njerëz të mirë dhe të fortë për çështje kombëtare. Por ndërta e veçoj Rifat Bziun se ishte edhe i shkolluar. Njeri shumë i dashur për shumë, që i donte luftarët dhe i respektonte deri në maksimum. Fatin e kom pas që kom njoftë atë burr, edhe shumë djemë dhe shumë burra tjerë të asoj beteje. Si që ishte Muj Krasniqi që themeluesi i Ushtrisë Qeverimtare të Kosovës. Frymëzim për gjithë neve. Thëshëm ky kur s'nalët i plagosën, e neve shka na ban plumi shka ose në nalë. Por aty dallojnë dy figura. Figura Rifat Bziut edhe Muj Krasniqi. Dyt janë konën, dyt luajt të asoj gryke. Por Rifat Bziu ka pas një vetit veçantë që jo konë shumë modest. Dhjetor 98-ës, pak pa unisë. Pe Shqipërisë për në Kosovë, hinë edhe fletë me Agjen Fazlen në telefon. Dhe dul moment, thash, sa më ndërprej lidhja. Ash ju, ash s'ki lek, hajde himë të flasë me i barë. Edhe jem njeftuar me prindin e tij mes telefonit. 98-ën, me 8 apo 9 në dorë, sa me 8 në dorë, kum dhjetor 98-ës, kum fol me prindin e tij pe Kupsit. Dhe ja kemi uru ditëlindjen e vajzës.
Pas përfundimit të stërvitjeve dhe pajisjes me armatim të nevojshëm për luftë, më datë 13 dhjetor, një grup prej rreth 150 ushtarëve nisën drejt Kosovës, duke sjellur armatim të rënd dhe të gatshëm për luftë frontale.